Nëse kjo video u shfaq para teje pikërisht tani, mos e injoro. Ndalu, merr një frymë thellë dhe dëgjo me kujdes, sepse kjo nuk është thjesht një video. Dikush po përpiqet të të arrijë. Një engjëll po të ruan prej kohësh. Ka qenë pranë teje në momentet kur askush nuk e dinte çfarë po kaloje. Në heshtje, pa u parë, pa u dëgjuar. Por sot është ndryshe, sepse ka një mesazh për ty. Një mesazh që nuk mund të pres më. Dhe nëse e kalon këtë video, mund të humbasësh diçka që ishte menduar vetëm për ty. Qëndro deri në fund, sepse ajo që do të dëgjosh mund të ndryshojë mënyrën si e sheh jetën tënde përgjithmonë. Ka momente në jetë kur ndihesh sikur je vetëm. Edhe kur je i rrethuar nga njerëz, brenda teje ekziston një heshtje e thellë që askush nuk e kupton. Ndoshta ke kaluar ditë të vështira kohët e fundit. Ndoshta ke luftuar me mendime që nuk i ke ndarë me askën. Dhe në ato momente, një pyetje të ka ndjekur vazhdimisht. A ka dikush që më sheh vërtet? E vërteta është po. Ti nuk e qenë kurrë vetëm. Ka një prani që të ka ndjekur në çdo hap. Një engjëll që është caktuar të të mbrojë, të të udhëheq dhe të të ruaj nga gjëra që as nuk i ke vënë re. Shumë herë ke qenë pranë diçkaje që mund të të kishte lënduar, por diçka të ndaloi. Një ndjenjë, një mendim i papritur, një ndryshim rrethane. Kjo nuk ishte rastësi, ishte mbrojtje. Dhe sot, ai engjëll nuk po qëndron më në heshtje. Ka ardhur momenti që ti ta kuptosh se çfarë ka bërë për ty, edhe çfarë po vjen më pas në jetën tënde. Ka diçka që duhet ta kuptosh, dhe shumë pak njerëz e kuptojnë në kohë. Engjëjt nuk ndërhyjnë rastësisht. Ata nuk shfaqen pa arsye. Kur një engjëll afrohet më shumë se zakonisht, do të thotë se diçka e rëndësishme po ndodh në jetën tënde. Kohët e fundit, ndoshta ke ndjerë një ndryshim të çuditshëm, një ndjesi sikur diçka nuk është më si më parë. Mund të kesh pasur mendime të papritura, kujtime që janë rikthyer pa arsye, ose një ndjenjë që diçka po të thërret nga brenda. Kjo nuk është imagjinat. Është një sinjal. Engjëlli yt po përpiqet të të zgjojë, po përpiqet të të bëjë të ndalosh, të reflektosh dhe të kuptosh se nuk je në të njëjtin vend shpirtëror si më parë. Ti po ndryshon, dhe ky ndryshim nuk është i zakonshëm, sepse ka diçka që po afrohet drejt teje, dhe engjëlli yt e di. Ai po përgatit rrugën për ty, duke larguar atë që nuk duhet të jetë më në jetën tënde, dhe duke të drejtuar drejt diçkaje që do të ketë kuptim shumë shpejt. Por për ta kuptuar këtë plotësisht, duhet të jesh i vëmendshëm ndaj shenjave. Shenja e parë është më e zakonshme, por edhe më e injoruara. Papritur, fillon të ndjesh një lloj qetësie në momentet kur më parë ndihesh i mbingarkuar. Situata që zakonisht të stresonin, nuk të prekin më njësoj. Është sikur diçka brenda teje po të mban të qëndrueshëm, edhe kur gjithçka rreth teje është në kaos. Kjo nuk është rastësi. Është prania e engjëllit tënd, që po të mbulon me një energji mbrojtëse. Ai nuk të heq problemet me një herë, por të jep forcën për t'i përballuar ndryshe. Dhe kjo është shenja e parë që ai është shumë afër teje tani. Shenja e dytë është edhe më e fortë. Fillon të shohësh gjëra që përsëriten, numra, situata, fjalë që duket sikur po të ndjekin. Ndoshta ke menduar për diçka dhe papritur e sheh atë kuto. Kjo është mënyra se si engjëlli yt të tërheq vëmendjen. Jo për të të friksuar, por për të të zgjuar, sepse mesazhi që ai po përpiqet të të jap është më afër se sa mendon. Shenja e tretë është më e vështira për t'u pranuar, por është shumë e fuqishme. Ti fillon të largohesh nga njerëz, vende apo situata që dikur ishin pjesë e jetës tënde, jo sepse dëshiron, por sepse diçka brenda teje nuk ndihet më rehat aty. Bisedat duken bosh, energjia e disa njerëzve të lodh, dhe ndonjëherë nuk e kupton pse. Kjo nuk është arrogancë, nuk është ndryshimi karakterit, është rritje shpirtërore. Engjëlli yt po të udhëheq larg asaj që nuk përputhet më me atë që ti po bëhesh.
ai po pastron rrugën tënde, edhe nëse kjo do të thotë të ndihesh vetëm për një kohë, sepse ndonjëherë vetmia nuk është mungesë njerëzish, është përgatitje. Është momenti kur Zoti dhe engjëlli yt punojnë më afër me ty, pa zhurmën e botës. Dhe nëse ke ndier këtë distancim kohët e fundit, mos u frikso. Kjo është një nga shenjat më të qarta që diçka e madhe po afrohet drejt teje. Shenja e katërt është më e heshtura, por edhe një nga më të fuqishmet. Ëndrat. Kohët e fundit mund të kesh pasur ëndra më të gjalla se zakonisht. Jo ëndra të zakonshme, por skena që duken reale, momente që të mbeten në mendje edhe pasi zgjohesh. Njerëz që shfaqen papritur, vende që nuk i njeh, por ndihen të njohura. Dhe ndoshta ke menduar, ishte thjesht një ëndër, por jo gjithmonë është kështu. Kur mendja jote pushon, shpirti yt bëhet më i hapur dhe pikërisht aty, engjëlli yt mund të komunikojë më lehtë me ty. Jo me fjalë të drejtë për drejta, por me simbole, ndjenja dhe mesazhe që duhet t'i ndjesh, jo vetëm t'i kuptosh. Ndonjëherë një ëndër është një paralajmërim, ndonjëherë është një udhëzim dhe ndonjëherë është një premtim për atë që po vjen. Nëse je zgjuar kohët e fundit me një ndjenjë të fortë, sikur diçka ishte e rëndësishme në atë që pe, atëherë mos e injoro, sepse engjëlli yt mund të ketë folur, ndërsa bota ishte në heshtje. Shenja e pestë është ajo që shumë njerëz e ndjejnë, por nuk e kuptojnë plotësisht. Është ai moment kur ndjen sikur e ke përjetuar diçka më parë, një bisedë, një vend, një situatë dhe pa pritur mendon, unë e kam parë këtë. Déjà vu. Por kjo nuk është thjesht një lojë e mendjes, është një kujtesë shpirtërore, një mënyrë se si engjëlli yt të sinjalizon se je në rrugën e duhur, sikur po të thotë, po, kjo është ajo që duhet të ndodhë. Dhe pastaj vijnë ato ndjesi të papritura, ato parandjenja që nuk mund t'i shpjegosh. Një zë i brendshëm që të thotë të bësh diçka ose të ndalon nga diçka tjetër. Sa herë ke injoruar atë ndjesi dhe më pas ke kuptuar që ishte e drejtë? Kjo nuk është rastësi, kjo është udhëzim. Engjëlli yt nuk flet gjithmonë me zë. Ai flet përmes intuitës tënde, përmes atij zëri të qetë që të drejton pa zhurmë. Dhe nëse fillon ta dëgjosh, jeta jote fillon të ndryshojë në mënyra që nuk i ke imagjinuar kurrë. Shenja e gjashtë është ajo që nuk mund ta shpjegosh, por e ndjen thellë brenda vetes. Është ajo ndjesi e çuditshme që diçka e madhe po afrohet. Nuk e sheh ende, nuk e prova, por zemra jote e ndjen sikur diçka po ndryshon në mënyrë të pashmangshme, si një derë që është gati të hapet. Kohët e fundit, ndoshta ke pasur momente ku ndalesh dhe mendon, diçka po vjen, por nuk e di çfarë. Kjo nuk është iluzion, është paralajmërim shpirtëror. Engjëlli yt po të përgatit për një ndryshim që nuk do të jetë i vogël. Një ndryshim që do të ndikojë në jetën tënde, në rrugën tënde dhe në mënyrën si e sheh veten. Por para çdo hapjeje, ka një moment tensioni, një moment ku gjithçka duket e paqartë. Dhe pikërisht aty ndodh mrekullia. Sepse dera që po hapet për ty nuk është si ato që ke parë më parë. Është diçka që është përgatitur posaçërisht për ty. Shenja e shtatë është ajo që shpesh dhemb, por është e nevojshme. Papritur, gjëra fillojnë të largohen nga jeta jote. Njerëz që largohen, plane që nuk realizohen, situata që bien pa paralajmërim. Dhe në fillim, kjo duket si humbje, por nuk është. Është pastrim. Engjëlli yt po largon atë që nuk është më e destinuar për ty, po mbyll dyer që ti ndoshta do t'i kishe mbajtur hapur, edhe pse nuk të bënin mirë. Sepse ndonjëherë, ajo që ti e quan humbje, është në të vërtetë mbrojtje, dhe ajo që largohet po krijon hapësirë për diçka shumë më të madhe. Nëse kohët e fundit ke ndjerë se gjithçka po shembet, mos u tremb, sepse ndonjëherë gjërat duhet të bien që diçka më e fortë të ndërtohet mbi to. Dhe engjëlli yt është aty, duke të mbrojtur nga ajo që nuk e sheh dhe duke të drejtuar drejt asaj që është për ty. Të gjitha këto që ke ndjerë, të gjitha këto shenja, nuk janë rastësi. Ato janë një thirrje që nuk vjen shpesh dhe jo të gjithë e marrin. Sepse në një moment të caktuar në jetë, çdo njeri përballet me një zgjedhje. Jo një zgjedhje të zakonshme, por një zgjedhje shpirtërore. Të vazhdosh si më parë, duke injoruar atë që ndjen brenda.
ose të ndalosh, të dëgjosh dhe të pranosh se diçka më e madhe po të thëret. Dhe sot, ti je pikërisht në atë moment. Engjëlli yt nuk të ka ndjekur pa arsye, nuk të ka mbrojtur për asgjë. Ai ka qenë aty, sepse rruga jote ka rëndësi. Por tani, gjithçka varet nga ti. A do ta injorosh këtë ndjesi, si shumë herë më parë, apo do ta hapësh zemrën dhe do të pranosh këtë drejtim? Sepse ajo që vjen më pas nuk është e njëjtë për të gjithë. Është për ata që zgjedhin të dëgjojnë. Nëse ke arritur deri këtu, atëherë kjo nuk ishte thjesht një video për ty. Ishte një mesazh. Një mesazh që erdhi në momentin e duhur, edhe nëse ti nuk e kuptove menjëherë pse. Engjëlli yt ka qenë me ty gjatë gjithë kësaj kohe, në heshtje, në errësirë, në momentet kur ke menduar se askush nuk të shihte. Ai ishte aty. Dhe sot, ai më në fund të ka sjell këtu. Jo rastësisht, por sepse ti ishe gati ta dëgjoje këtë. Ajo që po vjen në jetën tënde nuk është e zakonshme. Është diçka që do të ndryshojë mënyrën si mendon, si ndjen dhe si jeton. Por kujto këtë. Mrekullic nuk ndodhin për ata që dyshojnë vazhdimisht, por për ata që besojnë, edhe kur nuk shohin ende asgjë. Nëse e ndjen këtë mesazh thellë në zemër, shkruaj amen. Dhe mos e harro kurrë, ti nuk je vetëm. Kur nuk e qenë.